Ekonomia digjitale paraqet sfida në rritje për sistemet tatimore pasi shërbimet online nxjerrin në pa kufizimet e kornizave aktuale, si përmarrjet virtuale të tilla si Meta ose Alphabet kanë dukshëm baza të mëdha klientësh në vendet ku nuk kanë prani fizike, duke gjeneruar fitime nga reklamat ose shërbimet e abonimit. Meqense rregullat tatimore ende supozojnë një prani fizike, fitimet nga aktivitetet digjitale shpesh anashkalojnë kontributet aty ku ndodhen konsumatorët. Në vend të kësaj, kompanitë shumëkohshme zakonisht paguajnë taksat e korporatave aty ku zhvillohet prodhimi. Është e rëndësishme që të gjithë sektorët e ekonomive tona të paguajnë pjesën e tyre të drejtë të taksave dhe të kontribuojnë në funksionimin e shoqërive tona, thot Komisioni Evropian. Disa vende europiane kanë shprehur interes në zbatimin e një takse mbi shërbimet digjitale DST, veçanërisht ndërsa një marrëveshje në të gjithë OECD-n po bën përparim të ngadalt. Franca, Spanja, Italia, Austria, Danimarka, Hungaria, Polonia dhe Portugalia kanë futur një taksë mbi shërbimet digjitale brenda Bashkimit Evropian. Mbretëria e Bashkuar, Zvicra dhe Turqia gjithashtu kanë zbatuar taksa të tilla. Normat e kësaj takse mesatarisht janë rreth 3 deri në 5% dhe Hungaria aktualisht ka normën më të lartë për 7.5%. Turqia, e cila më parë ndante vendin e parë me Hungarinë, regjistroi rënje të normës së kësaj takse në 5% në vitin 2026 dhe kjo do të bjerë në 2.5% në 2027. Norma është 2% në Mbretërinë e Bashkuar dhe Danimarkë, ndërsa Polonia ka një taks për 1.5% për shërbimet e transmetimit dhe audiovizuale, është 3% në Belgjik, Francë, Letoni, Itali dhe Spanjë. Portugalia dhe Zvicra aplikojnë një normë prej 4% dhe Austria dhe Çekia kanë futur një taks prej 5%. Një raport i vitit 2025 nga Qendra për Studime të Politikave Europiane vlerëson se një taks prej 5% mbi shërbimet digjitale do të kishte mbledhur rreth 11.9 miliardë euro në të gjithë Bashkimin Evropian në vitin 2020. Kjo është e barabartë me 5.3% të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat e korporatave dhe 7.1% e buxhetit të Bashkimit Evropian në atë vit.